se suksesin e opozicës në kilometrin e fundit të saj, por këto ftojnë që kjo betejë të vazhdoj me të gjithë forcat tona, në rast se ne të themi arritëm ta vëmë përpara regjimin, ne nuk kemi fituar ende luftën. Lufta fitohet me protestat tona, me kryegritjen tonë të qëndrueshme paqësore, dhe unë kam besim tek shqiptarët se sot janë më të gatshëm se kur të ndahen me këtë regjim. Të dashur miq, ditët që kaluan kishin disa zhvillime tjera jashtëzakonisht pozitive. Për ne, për opozitën dhe për shqiptarët. Në Shqipëri erdhi